Tunxha tjeta uroj të jeni mirë. Sistemet raketore anti-tank Javelin kanë mbritur në Tiranë. Amerikanët kanë vendosur të armatosin shqiptarët në këtë moment jashtëzakonisht delikat që po kalon bota, por edhe rajoni i Ballkanit, i cili duket qartë se do të jetë i ngarkuar me një paqe të armatosur. Paqja armatosur do të jetë titulli i zhvillimeve të ardhshme i vitit të ardhshëm, i vitit 2026, dhe është e qartë dhe duket se të gjitha palët janë duke lëvizur fuqimisht dhe me urgjencë në mënyrë që të konsolidojnë radhët, të bëhen gati dhe të bllokojnë të gjitha hapësirat për çdo lojtar të dytë apo të tretë i cili synon të luajë dhe të lëvizë në këtë moment të rëndësishëm që po kalon globi, në cilin po përcaktohen dhe po ridefinohen struktura e sigurisë dhe zonat e reja të influencës së cilit kam në dokumentit e fundit të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, për cilin kemi folur në bisedën në emisionin me titull Dokumenti që do të ndryshoj botën, është folur qartësisht dhe duket qartësisht se Ballkani do të jetë në fokusin e SBA-ve. Kjo duket qartë me mbërritjen e sistemeve raketore anti-tank Javelin, që janë sisteme kundër tank shumë të zhvilluara dhe një nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes sipas njoftimit të NATO-s, që të përdoret nga vendet anëtare të NATO-s. Dhe sipas njoftimit të Ministrisë tonë të mbrojtjes, u bë ditur se ardhja e këtij sistemi është rezultat i bashkëpunimit të ngushtë me aleatin strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, ne duhet të ngrem disa pyetje sot, pyetjet më të mëdha që i kanë shqiptarët. Përse po ndodh kjo armatosje? Përse tani? Çfarë pritet të ndodhë në Ballkan? Si do të jetë e ardhmja e Ballkanit? Çfarë do të ndodhë me Kosovën? Çfarë do të ndodhë me Shqipërinë, me shqiptarët, me Bosnjë-Hercegovinën, me Rusinë, me Kinën, me amerikanët dhe me europianët dhe me gjithë lojtarët të cilët po përpiqen të luajnë këtu? Çfarë pritet të ndodhë në Ballkan? Po në Shqipëri çfarë do të ndodhë? Këto vendime, këto hapa të mëdhenj që tregojnë qartësisht se është marrë një vendim për të shndërruar Shqipërinë në një bazë logjistike të armatosjes dhe një bazë logjistike e cila do të shërbejë si një pikë dhe një vend ku vendoset fort këmba e NATO-s dhe amerikanë, që do të thotë vendimi është marrë që ky rajon të mos rrëshkas në zona të tjera të influencës. Po si ndodh kjo? Si po gatuhet kjo? Çfarë është në kulisa? Çfarë pritet të ndodhë në Tiranë? Po politika shqiptare, a janë këta në të njëjtat frekuenca apo jo? A janë të hutuar? Spaku, goditjet e ardhmja 2026, Ballkani, çfarë po ndodh? Çfarë po gatuhet? Të përpiqemi të kuptojmë të gjitha bashkë në këtë moment. Fillimisht duhet kemi të qartë të dashur miq që Ballkani është në një nga pikat më të nxehta, ju e dini këtë, e cila ka qenë vazhdimisht një fuqi baruti që ka shkaktuar tmerre të mëdha. Ka qenë shkaktar për tensione të mëdha. Me sa duket, edhe në këtë moment të ri gjeopolitik që po kalon bota, do të jetë një zonë e cila do të jetë subjekt i diskutimeve dhe i përplasjeve dhe i fërkimeve, ndoshta jo të drejtë për drejta dhe të forta të armatosura, por duket qartë që është pjesë e këtij ekuacioni të ri, e këtyre influencave të reja. Amerikanët, rusët dhe kinezët, bashkë me europianët, do të fërkohen fuqimisht në Ballkan, secila me skemën e vet. Amerikanët po armatosin shqiptarët dhe duket qartë që ardhja e sistemeve raketore Javelin më tepër se sa armatosje janë simbolika dhe mesazhi që shkon për Vučićin dhe Beogradin, i cili është gjithashtu duke armatosur fort me armatime të fuqishme nga Kina dhe nga Rusia, por edhe për lojtarët që lëvizin Beograd, që është Moska dhe Pekin. Mesazhi është që këtu
është marrë vendimi për të armatosur shqiptarët. Kosova me sistemet Bayraktar, Shqipëria me sistemet Javelin, është një kombinim i cili përcjell mesazh të fortë që tregon se lufta e shqiptarëve dhe përpjekja e tyre dhe angazhimi i tyre gjeostrategjik në 2026 do të jetë një paqe e armatosur dhe që do të thotë do të jetë në termat e mbrojtjes, sepse Javelini dhe Bayraktar shërbejnë më tepër për të mbrojtur, janë sisteme mbrojtëse. Që do të thotë? Cili është mesazhi, na e bëj pak më të shkoqitur kreshnik. Mesazhi është që në qoftë se keni bërë ndërmend të shkoni në një luftë apo në një tentativë për të destabilizuar Ballkanin, apo në një tentativë për të ndryshuar kufi, apo në një tentativë për të marrë në kontroll dhe për të nxjerrë NATO-n, Amerikën dhe Perëndimin nga Ballkani, do të jetë një përballje apo një luftë me kosto jashtëzakonisht të lartë. Simbolika numër 1 e Javelinit është pikërisht kjo. Simbolika numër 2 është që shqiptarët po armatosen dhe do të armatosen edhe në 2026. Simbolika e tretë është që ka ardhur momenti që Kosova urgjent të merret në NATO, për ndryshe mund të ketë edhe ajo zhvillimet të cilat mund ta destabilizojnë dhe jam thellësisht i bindur që në Perëndim janë duke i bërë matjet mirë dhe janë duke i bërë kalkulimet të sakta në atë që duhet bëjnë me Kosovën. Vučići edhe Kosova në 2026 do të jenë në pozicionin nëntrysni të jashtëzakonshme në përballje të padiskutueshme me formulën merre ose lëre. Nuk ka më një këmbë këtu, një këmbë atje. Të gjithë duhet jemi me një këmbë aty ku është interesi. Dikush mund ta ketë interesin majtas, dikush djathtas, dikush në lindje, dikush në perëndim, secili lojtar për kampin që luan. Por ajo që është e sigurt është se çdo gabim në këtë moment do të jetë fatal për shqiptarët, për serbët dhe për gjithë lojtarët e rajonit. Ardhja e sistemeve raketore Javelin në Shqipëri dhe armatimi i Kosovës gjithashtu me sisteme të tjera përveç Bayraktarëve përfaqëson një kombinim që përcjell mesazhin se trojet shqiptare do të jenë në influencën tradicionale të Perëndimit dhe të NATO-s, të paktën deri tani me vendimin që është marrë. Dhe nuk do të lejohet askush të destabilizojë Ballkanin sepse kjo do të ketë kosto të larta. Çfarë ndodh me këto mesazhe? Mesazhi tjetër dhe nën teksti tjetër i rëndësishëm është që armatosja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, pavarësisht se kryhet nga duar të njëjtat të cilat kanë punuar për të kundërtën e asaj që thonë se janë të lumtur se po bëjnë. Më falni që e komplikova kaq, ja po e bëj pak më të thjeshtë. Armatimi i shqiptarëve nga të njëjtat duar shqiptare, të cilat kanë punuar për të çuar strategjikisht Shqipërinë, portin e Durrësit, në drejtime të tjera gjeostrategjike nën Rogoz, është një mesazh i fortë që të gjithë lojtarët që kanë luajtur dyshe edhe në Tiranë do të digjen. Do të digjen shpejt. Dhe kjo është pjesë e paketës që unë shoh, paketës që ne kemi folur vazhdimisht. Vendimit që është marrë në Amerikë me sa shikoj për të paqëtuar me shqiptarët. Duket qartë që një vendim i madh është marrë në Washington për të pajtuar Amerikën me shqiptarët, po pse o kreshnik kanë qenë ndonjëherë të zënë? Jo, nuk është këtu filmi. Filmi është te klasa politike hajdute 34 vjeçare, e cila për 34 vjet u maskua me flamur amerikan, i gënjeu shqiptarët për integrimet europiane, dhe tashmë
po tenton të ngjitet tek barka tjetër. Gjatë 34 viteve dhe veçanërisht në 13 vitet e fundit të kartelit të rilindjes, buldozeri i korrupsionit Balluku, Edi Rama dhe e gjithë lukunia e hajdutëve të kësaj çete anti-shqiptare tentoi që të zhbëj me shumë kujdes tinzar të zhbalancoj ekuilibra gjeopolitik rajonal nëpërmjet një ndikimi të butë të nëndeshëm që synonte ta çonte Ballkanin jo në një fazë të mirëkuptimit dhe të bashkëpunimit të popujve për të mirën dhe prosperitetin e Ballkanit siç u pretendua, apo siç ishte flamuri, por në një zonë tradicionale apo në një ringritje të botës serbe, apo të rikthimit të ish Jugosllavisë për një dominancë serbe këtu tërësore të rajonit Ballkanit. Këtë e kemi shpjeguar çdo ditë dhe e shpjegojmë, dhe nuk ka nevojë të përsërisim gjërat, sepse koha juaj është e çmuar dhe e imja është e çmuar. Ju a kemi thënë që pjesa më e madhe e oligarkëve këtu, e kontrolluesve të mediave, e shtetarëve, e njerëzve të rreshtit të parë, janë të gjithë, pastrojnë lek, kontrollojnë para të madhe, luajnë me para të madhe, e cila ka një flamur në dukje, por prapa skena janë para të cilat vinë nga qarqe armiqësore me Shqipërinë dhe me interesat e tyre strategjike në rajon. Marrja në kontroll e bazës së Kuçovës nga NATO-ja dhe amerikanët dhe e portit të Durrësit dhe shkulja e tij prej Benjaminit të Ballukut vëngu dhe nga Balluku që synonte ta çonte portin e Durrësit dhe pikat të tjera strategjike të Shqipërisë në duar të huaja dhe të dyshimta për ekuilibrat strategjik të rajonit, tregojnë që vendimi është marrë për të konsoliduar influencën e hemisferës perëndimore këtu në Ballkan dhe për të konsoliduar këtë influencë dhe për ta mbrojtur atë nga ndërhyrja e çdo lojtari të tretë i cili tenton të hyjë këtu me forma nga më të ndryshmet. Rusët po hyjnë dhe kanë hyrë fuqimisht me sektorin e real estate-it, me ndërtime në infrastrukturë, me investime në infrastrukturë, me investime në botën e parasë padukshme, nëpërmjet biznesmenëve dhe oligarkëve shqiptar, por edhe nëpërmjet politikës së lartë shtetërore shqiptare, e cila mban në dorë flamurin amerikan, ndërsa parat vinë nga atje ku ju e dini dhe ku ja kemi thënë vazhdimisht. Rusia luan me Serbinë dhe luan në formë më agresive, Kina luan me soft power, luan me kontrollin e aseteve strategjike të Ballkanit, duke filluar nga portet e Greqisë e për të mbritur në Hungari, në Serbi, në Malzi, në Maqedoninë e Veriut, dhe kudo, rrjeti G5-ave dhe Huawei sigurisht, Kina luan soft power, Rusia luan në mënyrë më agresive. 2 pikat më të nxehta të Ballkanit në 2026, konflikti Serbi-Kosovë, si do të shkojë dhe si do të menaxhohet, Bosnia-Hercegovina. Bosnia-Hercegovina, ndarja e saj e mundshme apo jo. Prania dhe rritja e prezencës amerikane tregon që ata do të bëjnë të pamundurën apo do të luftojnë fort që ta ruajnë zonën e tyre të influencës këtu në Tiranë. Në Ballkan, në Bosnjë-Hercegovinë, në Kosovë dhe ka ardhur momenti që Serbia në muajt e parë të 2026 do të kaloj testin e saj të madh, të vështirë dhe të rrezikshëm. Testi i Kosovës dhe i Serbisë do të jetë merre ose lëre. Nuk ka më kohë për filma,
presioni në Prishtinë do të rritet dhe presioni në Serbi do të rritet dhe do të dhijet fishohet. Ndërkohë që presioni rritet dhe rritet edhe niveli i armatimit për shqiptarët, do të thotë që nuk ka vendim strategjik të madh, të dukshëm, të prekshëm, të nuhatshëm deri në këtë moment që shqiptarët të jenë shitur apo të jenë lënë në mes të katër rrugëve, siç mund të ndërtojnë apo mund të ngrenë disa pretendime, analist apo ekspert të quajtur, të cilët thonë që ekziston mundësia që Amerika të lërë shqiptarët. Ka njerëz në Ballkan të cilët mendojnë se amerikanët janë pragmatistë dhe nuk e kanë keq që mendojnë ashtu, sepse të tillë janë në Amerikë. Amerikanët nuk ndjekin moralin, por ndjekin interesin. Dhe në qoftë se serbët dhe çdo lojtar tjetër do të jenë më të aftë se shqiptarët, pa asnjë diskutim, kjo është një betejë e humbur e shqiptarëve. Por mua më duket se zhvillimi dhe femra e Akilit e gjithë kësaj historie është e lidhur me atë që quhet gjagjëza e madhe e Spakut. Si ka lidhje kjo me këtë Kreshnik? Kjo ka lidhje me atë që quhet loja e dyfisht e lojtarëve strategjik të Tiranës. Kush janë lojtarët strategjik të Tiranës? Rama, Berisha, TV Klani, Top Channel-i, mediat e tjera kryesore, analistët e prime time-it dhe 5 deri në 10 oligark të cilat kontrollojnë parat e gjithë shqiptarëve. Këta janë lojtarët strategjik në Shqipëri. Këta ju kanë thënë për 34 vjet që po luajnë për Amerikën. Në vitet e fundit, kur pjesa më e madhe e hajdutërisë së dënuar tashmë prej presionit amerikan ndaj Spakut, dilnin fotografi me jurikimet dhe me ambasador amerikan, të cilët fshinin tenxheret dhe kallajisnin tenxheret e pistat e kësaj klase hajdute shqiptare, me sa duket amerikanët tashmë duan ta korrigjojnë këtë. Ajo që më rezulton mua, unë nuk i përfaqësoj, as nuk flas në emër të tyre, as nuk mi tregojnë ata çfarë po bëjnë. Ju do ta kuptoni këtë. Ajo që unë po shoh është se Amerika ka marrë një vendim për nevojat e saj strategjike të paqtohet me popullin shqiptar. Po pse a kemi qenë në sherm ndonjëherë? Jo, ne nuk kemi qenë në sherm. Por shqiptarët sot nuk janë më një popull primitiv, të cilët mund të gënjehen me flamur, mund të gënjehen me citate boshe dhe mund të gënjehen me slogane fiktive false, të cilët i ngriti Amerika e Majt dhe e Sorosit në kohën kur Ballkani dhe shqiptarët ishin një koncesion i lënë nga Deep State-i për organizatën e George Sorosit, e cila i kishte vënë në shërbim të kësaj klase hajdute anti-shqiptare me Ram e me Berish, i kishte lënë në shërbim të tyre në mënyrë që të përfaqësonin interesat e koncesionit të madh të organizatës Soros. Amerika sot i rikthehet interesave të saj. Dhe për t'u rikthyer interesave të saj ka nevojë për një komponent shumë të rëndësishëm. Ka nevojë për këta kokmushkat e Ballkanit. Kokmushkat e Ballkanit, me të gjithë krizën që kanë, janë shqiptarët. Po. Jeni ju, jam unë. Jemi ne budallëjt të cilët luftojmë si mushka dhe i bie murit me kokë, pa patur frikë se do të na thyet koka, sepse ne besojmë që Shqipëria ose bëhet sot, ose zhduket dhe nuk ekziston më. Amerikanët me sa duket e kanë kuptuar këtë mesazh. Që këtu ka një vendim që ky popull i fortë, ky popull i gënjur, i mashtruar, i shkatruar në një klik hajdute, e cila koordinon si një orë zvicerane, pozit-opozit për t'i mbajtur shqiptarët të heshtur, amerikanët duket qartë që po kthehen tek shqiptarët. Tek shpirti i tyre që ua dhanë dhe ja dhuruan 34 vjet bujarisht hapur në mënyrë të deklaruar, dhe më parë për 45 vite rresht, nga koha kur Miladin Popovici dhe nga koha kur Jugoslavët, Dušan Mugosha,
themeluan Partinë Komuniste dhe nisën shkatërimin tërësor të këtij populli duke krijuar njeriu e ri, njeriu pa identitet, njeriu pa din, pa iman, njeriu pa kish, pa xhami, njeriu pa dhe pa vatan, njeriu pa identitet të qartë kulturor, njeriu zombi, i cili erdhi në vitin 90 dhe për 45 vite dëgjonte fshehur azi zërin e Amerikës sepse priste paqen dhe shpëtimin nga ata që regjimi i Tiranës i quante imperializmi amerikan. Pritën 40 vjet dhe dolën e pritën James Bakerin në 1991, masivisht në shesh, e ngritën dhe e tha dhe Marco Rubio para 4 ditëve, populli më pro-amerikan në botë. Por pro-amerikanizmi nuk është një karamele të cilën ti e fut poshtë gjuhës dhe rrit nivelin e diabetit kur fillon e të dridhen leqet e këmbëve, kur të bie sheqeri. Filo-amerikanizmi do të thotë aleancë strategjike për të përballuar rreziqet e kohës, që vijnë nga 2 lojtarë kryesor, Pekini dhe Moska, të cilët kanë lojtarin e tyre kryesor në Ballkan, Beogradin dhe Aleksandar Vučić. Shqiptarët u masakruan nga një klasë politike e cila u pretendua se u gatua në Washington dhe mori bekim amerikan dhe hajdutët që sot amerikanët i futën dhe i quan pas hekurave, siç është hajduti i bashkisë dhe më pas belavitat dhe malavitat e sektit të cilët po dalin me 3 milion euro kantina vere dhe që shumë të tjerë do të shkojnë, tregojnë qartësisht se Amerika ka ndryshuar kurs për interesat e saj sigurisht, jo sepse ju i keni sytë e bukur, as se sa Kreshniku i ka sytë e tij të bukur. Amerikanët i kanë vetë sytë e bukur dhe nuk joshën shumë nga sytë e bukura, as nga sytë bujqilli, as nga pamja, as nga luku, as nga kollarja, as nga sa të mirë jeni ju. Ata kanë një kalkulim që janë interesat, ku fitojnë dhe ku humbin, dhe në këtë kompeticion geopolitik, o do t'i keni në anën tuaj amerikanët, ose nuk do t'i keni në anën tuaj. Nëse ka fat ky popull dhe i ka ata në anën e tyre, do të keni ditë më të mira se sa ato që i imagjinoni në netët e tuaja të errta sa herë kujtoni kartelin që qeverisë Shqipërinë. Në qoftë se jo, Shqipëria shkon drejt zhbërjes bashkë me popullin fisnik, i cili është i fortë dhe i ngurtë për t'i rënë Kreshnik Osmanit, për të pështyr Kreshnik Osmanin dhe të gjithë ata që i ua thonë të vërtetat shkatruese dhimbse, të vërtetat e hidhura, të vërtetat farmak, që ashtu si ilaçet farmak synojnë shërimin, nuk synojnë që të hidhërojnë ty gojen. Ne jemi një popull vital, ashpër, agresiv, luftëtar, kokmushk, i cili është shpartalluar nga një kast hajdute thellësisht anti-shqiptare, i drejtuar nga karteli i rilindjes i cili e urren këtë popull dhe janë zhytur në festat e tyre të orgjive dhe të kokainës, kanë grabitur, kanë thithur gjakun e këtij populli për 32 vjet, i kanë çuar në offshore dhe tashmë po bëjnë gati skemën e fshehjes së parave. Çfarë po bëjnë? Po fshehin parat sa të munden, sepse shumë prej parave të tyre do të konfiskohen. Pyetja që keni bërë vazhdimisht, Kreshnik, a do të konfiskohen lekët e këtyre, apo do shkojnë në burg? Ne nuk na intereson, dhe unë ju jap të drejtë, edhe unë ashtu besoj. Ne nuk na intereson fare ku shkon në burg, ata po shkon në burg, prap karkaleca do hanë, dhe në qoftë se nuk pinë verë 30.000 euroshe, do pinë verë 2.000 euroshe apo 3.000 euroshe. Ata i kanë parat me paleta, me kontinere. Parat e tyre do të konfiskohen dhe po konfiskohen dhe këto përgjimet e telefonave, e encrochati, këto kanë bërë namin, kanë zirë namin. Nuk i flas do të gjitha se do të flasim nesër, gjëra të mëdha shumë.
bashkë me mikun tim, me kolonelin Demir. Kemi lajme nesër. Sepse denoncimet po mbrin në instancat më të larta. Qerja e maskës së këtij sekti po shkon në instancat më të larta ndërkombëtare. Do t'ja shpjegojmë nesër detajet. Ajo që mund të them tani është pikërisht frika dhe fobia juaj më e madhe. A do të kemi konfiskim të parave të tyre? Po, paratë e tyre tashmë janë zbuluar, por jo të gjitha. Kanë një sasi të frikshme parash të cilët nuk i kanë në emrat e tyre. Shërbime mike të shqiptarëve. Nuk i them do të gjitha. Shërbime mike të shqiptarëve. Këtu në rajon kanë raportuar në Washington dhe tek agjencitë e inteligjencës në Washington. Kanë raportuar vendodhjen e 60-70% të parave të sektit, Ballukut, Ramës dhe të gjithë antarëve të sektit. Do shkulet porti i Durrësit nga kthetrat e tyre, Kuçova, armatosja me xhavelin dhe goditja e tmerrshme që pritet vinë 2026. Unë ua kam thënë ka 6 muaj. Rama do të largohet. Kur qysh si t'ja lëm kohës. Në janar ai do të ketë ditë vështira, do t'i flasim nesër detajet në mbrëmje. Në fund të janarit ka ditë vështira, e presin ditë vështira. Si çfarë, më gjoni nesër në darkë. Kreu i ri i Spakut, i cili nuk mund të bëj asgjë pa mbështetjen e Brukselit dhe të Washingtonit. O Krishnik, po ata janë vetë korruptuar. Ka korrupsion, ka pas dhe do të ketë sa të ketë njerëz sipër tokës. Njeriu është qenie e korruptuar, miq. Njeriu është qenie hajdute, e cila synon të marrë atë që është e tjetrit dhe t'ja çojë fëmijëve të vet ke shtëpia vet. Njeriu është qenie hajdute. Njeriu është qenie e pisët, e ndyrë, tillzare, tradhtare, në qoftë se është i zhveshur nga kultura, nga shpirti, nga dashuria, nga dëmshuria, nga kodi, nga morali, nga burnia, nga nderi, nga besimi në Zot, nga besimi në të gjitha vlerat hyjnore dhe nga besimi në njerëzillëkun. Çdo njeri që është i zhveshur nga këto, sepse nuk mjafton ti thuash këto. Ka shumë hajdut dhe maskarej të cilët i pretendojnë këto vlera, por në fakt këto vlera i kanë shndëruar në një aset për të bërë biznes, për të bërë të famshëm, për të grabit dhe për të vjedhur. Kjo është temë tjetër, do t'ja shpjegoj. Por njeriu në thelb është qenie hajdute. Në qoftë se nuk e mban të kontrolluar, ai do të devijojë. Hajdutët e Tiranës dhe njeriu i ri që u prodhua për 45 vjet nga kasta komuniste, njeriu i ri socialist, njeriu i ri që prodhoi sistemi, zombi i ri që krijoi sistemi për 45 vjet, ishte ai që dha produktin e tij 90-2025. Produkti 34 vjeçar është disa dhjetra miliarda euro të vjedhura nga gjaku juaj dhe të fshehura nga ndyrësirat në offshore. Në qoftë se ka një krim për të cilin këta flisira ordiner duhet të varen me kokë poshtë, me këmbë ke Kali Skënderbeut, nuk është vjedhja në vetvete në tërësinë e saj. Krimi më i madh që kanë bërë këta ndyrësira anti-shqiptare është fakti që parat që ju a kanë vjedhur ju nuk i kanë investu këtu që lëpsirat i kanë qef jashtë. Sepse kanë tentuar që të blenë pushtet në kancelarit tek mafia ndërkombëtare, tek federata dhe sindikata ndërkombëtare e shkatërimit të kombeve, kanë synuar të blenë pushtet atje dhe parat e gjakut tuaja nuk i kanë lënë qelpsirat këtu, po i kanë fshehur ande.
Tashmë Amerika ka llogaritë e saj dhe ka vendosur të mbështes SPAK-un. SPAK-ut i kanë shku dosjet, është mbush kufiri. Në janar ka përgjime të tmerrshme që duhet të llahtarisin dynjan, video, mesazhe, dosje të frikshme. Shefi i ri i SPAK-ut, zoti Braho, shkoi dhe u shpalli luftë kastës në Tiranë, në emër të atyre që e mbështesin. Si i shpalli luftë? Po kam bërë, e keni emision këtu. U të nxorri gotën nga çanta e tij dhe e vuri në tavolinë, do të thotë nuk pranoj që të pi nga gota juaj. Do të thotë i shpalli luftë. Do të thotë që ai pret vdekjen prej tyre në qoftë se nuk ka suport. Dhe ky kod është i mjaftueshëm për të shpallur luftë. I ka shpallur luftë. Se këti çfarë po bën tani? Ballukët e ramët të gjithë hajdutët, agasët e bashkë me kartelet, po fshehin para. Që ajo, pasit ju sekuestrohen miliardat, që do të sekuestrohen shumë para, sepse u a tha shërbime sekrete mike, kanë quar raporte në Washington për shumë nga parat e tyre. Nesër detajet. Çfarë po ndodh? Ndodh diçka shumë e rëndësishme. Po fshehin parat në mënyrë që ajo pjesë e parave që do t'i shpëtoj, apo do t'i shpëtoj kapjes dhe konfiskimit, do të përdoret për të rikthyer në pushtet dhe për të rimarrë në kontroll Shqipërinë dhe shqiptarët kur të bjerë Donald Trumpi nga pushteti apo kur të ndryshojë situata në Amerikë. Pra këta shpresojnë që në 2028 ose pak më vonë se aq, ekuilibrat në Amerikë do të ndryshojnë, do të rikthehet ndikimi dhe influenca e Alexander Sorosit dhe këta do të rikthehen në kontrollin e shqiptarëve. Shqiptarët duhet bëjnë kujdes në këtë moment. Duhet ju t'i përcaktoni liderët tuaj. Si do ta bëni këtë? Do ta bëni duke u treguar populli vetëdijshëm, popull i mençur dhe popull i zgjuar. Unë kaq mund të them. Pjesën tjetër e dini ju. Ne do të vazhdojmë këtë betejë, sepse do të jetë betejë thyerje kockash. Përplasje gjeopolitike e fortë, dosje të llahtarshme, ndryshimi i elitave politike me një kastë të re politike, e cila varet nga ju, ekskluzivisht nga ju. Është vendimi juaj ai që për cilin do të paguani në 30-50 vitet e ardhshme. Nisht e Shqipërisë ju a dhanë kodet, jemi me ju, po ju armatosin, po bin zhavelinët, po kontrollojnë Kuçovën, po shkulin nga duart e Ballukut dhe të Edi Ramës portin e Durrësit, pikat strategjike që do të thotë është marrë vendimi të rini në perëndim, nuk jeni shit. Në qoftë se nuk do të regoheni të aftë dhe popull vital për ta mbajtur mbi supe këtë moment strategjik, do të paguani faturat shtrejta. Dhe unë uroj që të mos i paguani ato. Kaq kisha për sot. Pjesën tjetër të zhvillimeve do t'ju a themi si gjithmonë, ato vijojnë në numrin e arsh. Paçi ditë të bardha dhe të begata në këto fund viti, gëzofshi festat, gëzofshi ju dhe familjet tuaja. Pjesa tjetër është edhe pak fat, por më së shumti është vendimi që e merrni ju. Unë dhe ne të gjithë bashkë për Shqipërinë tonë, për të ardhmen tonë dhe për brezat e ardhshme. Natë e mirë për sot.